të verës, të vajit ullimit dhe të eksportimit të dritit, sepse nëpërmjet aportit të Apollonisë eksportohesh shumë dritë në Romën e Lashtit. Në Romën e Lashtit. Dritë, verë, vaj ulliri, aty edhe pala spiku. Ne mendojmë se ky takim më shumë ja shërben mesazheve për periudhën që kemi në vazhdim. Sepse koha që shkoj është e shkurtër. Koha që vjen është shumë herë më e gjatë. Jo për ne që kemi kaluar edhe brezin e kaluar edhe tani, po veçanërisht për brezat e ardhshëm. Bujësia në Frakull duhet të intensifikohet jo në nivelet e deri tanishme, po në nivele akoma më të larta. Pse? Për faktin sepse i ka kushtet. I ka të dy faktorët, si kushtet, si faktori njerëzor, edhe faktori klimatologjik e toksor. Unë mendoj se ne specialistët, sidomos të rinjët që vinë, generatat që vinë pas nesh, kanë shumë rol veçanërisht për të gjetur forma dhe mundësitë e kooperimit të bujqësisë. Bujqësia me këtë fragmentizim që kemi sot nuk mund të ecet. Nuk mund të rritet prodhimi me kosto sa më të ulët që të përballohet tregu, konjunkturat e tregut sot, sa vinë dhe vështirësohen. Ne futemi tash me Bashkimin Evropian, atje nuk ka bllokat e këtë shqetësum, atje ka se cili është i lirë. Këtë koncept duhet ta kemë të qartë të tërë. Mirë po që të qash në këtë drejtim, duhet të rritësh prodhimin që po, por me kosto gjithnjë më të ulët. Por pasore në të ardhmen del cilësia, del hershmëria, del cilësia, sepse vetëm këto e çajin tregun. Më pas foli ekonomisti agrar, një nga kuadrët e hershëm të viteve 60, që e nisi punën e tij duke aplikuar të rejat e shkencës, si dhe duke futur logjikën ekonomike, gjë që çoi në ngritjen e nivelit të pagës për norm, që krahasoi me rrogat mesatare të specialistëve dhe mjeshtërve të punës në industri. Pas përpjekjeve për të mbjellë kulturat bujqësore në kohë e me cilësi, i vura vetes për detyrë që disa procese pune ti revizionoj, ti ngadalsoj, ose ti hek nga përdorimi. Fjala vjet. Ishte praktik që duhet punoj toka 2-3 herë para se të mbyllej. U desh që të futej me insistim sa më shumë mekanizim. Mekanizim do të thotë ta bësh punën shpejt. Mekanizim do të thotë ti heq punëtorit, fshat kooperativistit një punë të rëndë, por dhe të ulish kosta. Me këto masa prekeshin dhe disa interesa ekonomike. Të kujt? Të traktoristëve, të SMT-s, të levave të tjera, të cilët donin të punonin, po së shikonin interesa sa marim ne. U rrit pagesa për norëm e për krapune. Të nesërën e mbylljes së këtij viti, kooperativistët ishin më të mobilizuar, më me besim, e donin më shumë punën dhe kooperativë. Në një intervistë ekskluzive për televizion Apollon, Mehmet Bogdani u ndal në faktorët që quhen në arritjen ekonomike në Frakull dhe me korrektësi ai bën analogji me bujqësinë e viteve para 90, ku me të drejtë tregj vëmendjen dhe ju bën apel politik bërësve dhe administratës shtetërore në vite. Ai u ndal për tokën që shpërdorohet në mënyrën më të frikshme, si dhe mbështetjen që duhet ketë fshati. Gjithashtu, ai u ndal edhe në bashkimin e fermerëve, si një nga rrugët e mundshme për të kapërzyer pengesat që ka bujqësia e sotme. Mehmet Bogdani, jo vetëm ka qenë agronomët të talentuar, por ju mbarot për ekonomisë agrare. Kështu që logjika ekonomike ishte më e domosdoshme, ishte me vlera të mëdha. Kjo puna e logjikës ekonomike duhet ta kishte cili do. Duhet ta kishte cili do, edhe brigadieri. Në qoftë se brigadieri do ta kuptonte që i paguante ai këto shpenzimet vetë, i pagunin antarët e brigadës tij, edhe ai do i thërriste mendjes e nuk do t'i bënte. Por nuk bësh edukim. Në atë kohë i vijej shumë rëndësi se ashtu dhe vlerësohej puna të kemi prodhim. Pavarësisht nga shpenzimi, i cili çfarë do kosto? Pavarësisht kostot, nuk analizonte njëri kostot. Ky ishte një gabim i madh, i cili
i beri kooperativistët që të mos e pëlqejnë kooperativën, ta quajnë gabim kooperativën, sepse duke mos marrë shpërblime, edhe duke mos e kuptuar që more ne kemi prodhim të madh. Si është e mundur që nuk ka të ardhura? Lëmenjët mbusheshin, magazinat mbusheshin, kamionët që çonin prodhimet në ndërmarrjet e ndryshme mbusheshin. Paras kishte. Edhe këtë duhej ta përkthenin të tërë, por nuk e merrni këtë, sepse vlerësimi bëhesh i kodrave sa grun more, jo me çka kostoj more. Unë dua të them që në atë kohë specialistët vlerësoheshin shumë. Edhe krye agronomi ose agronomi i Ninshit, apo i Bejarit, apo i Aranitasit, e njifte ky i Frakus. Ndërsa sot specialistët të fat të keq nuk vlerësohen. Nuk vlerësohen nga fermeri, nuk vlerësohen nga organet shtetërore. Le të jetë që ditur sa të duhet, ato janë dije empirike. Bima e kafsha ka kërkesat e veta. Ato nuk mund t'i mësosh me empirizëm. Çdo gjë ka ndryshuar. Por ka ndryshuar për mirë, po edhe shumë për keq. Një plagë shumë e madhe i është bërë fshatit edhe Shqipërisë, janë prishur tokat bujqësore. Po janë prishur në përmasat asaj natyre që janë të frikshme shifrat që ti thuash. Janë prishur tokat bujqësore në Shqipërinë tonë, që është vendi më i afër në botë për sipërfaqen e tokës së punueshme, kur në vende të tjera shfrytëzo vjen në kulturë shkretë të tjera. Ne mund të thuat që është krijuar për Shqipërinë, për fshatin, një plagë që nuk shërohet më, është kanceroze, është dëmtimi në përmasat të frikshme e sipërfaqes së tokës. Kur thash që nuk u orientova dot në frakullën time, kur thash nuk orientova dot, do të thotë që sipërfaqet e tjera janë zënë nga shtëpi, janë zënë nga mure, janë zënë nga ndërtesa ekonomike. Po të shkosh në rrugën që të qonë në Patos, të vjen keq, të hedhësh syt nga ish këneta e Porxës, zemra edhe palca e tokës së Myzekjes, e gjitha po pushtohet nga ndërtimet. Çfarë sugjeroni mas urgjente? Unë do të theksonja që një plagë tjetër pa ardhur akoma tek pyetja juaj është reforma që u bë me tokë për ta privatizuar atë. Ishte e nevojshme sepse atë sistem vendosur, sistemi kapitalist që mbështetet tek prona private. Por zbatimi i asaj reforme në mënyrën më skandaloze të mundshme, që e coptoi aq shumë parcelën dhe tokë, që në Shqipëri janë krijuar mbi 2 milion parcella. Do të thotë që e kanë vënë bujqësinë në një pozicion të pandriq. Nuk hyn me traktori, nuk plerohet dot më, nuk minizohet dot më, nuk zbatohen të rejat e shkencës. Atëherë, afërtet do zhvillohet kapitalizmi në bujqësinë e Shqipërisë? Me këtë pozicion që ka, nuk zhvillohet dot. Nuk e ka kështu botë. Nuk e di motivin, nuk e kuptoj dot arsyen pse ka ndodhur kjo në Shqipëri. Të themi që janë njerëz të paditur ata që e kanë zbatuar, apo kanë qëllime dashakeqe, apo duan që fshatarin ta mërzisin, ta lëri tokën, ta shesi tokën, e të ikë të kthehet argat në tokën e tij. Fermeri me toka të coptuara nuk mbijeton dot vetë dhe jo me të prodhoj për treg. Por nuk prodhoj për treg, nuk ka zhvillim. Duhet krijuar ana financiare e problemit. E vetmja rrugë, dhe po e përsëris, prapë e vetmja rrugë është të krijohen bashkimet e fermerëve.